Nuk ja kanë bërë shfitimin Kecë. Duhet të shkarkohet bordi ZRS, i cili po i shërben Kecit e jo qytetarëve. Pas privatizimit, u kriju një bord i quajtur ZRE, qëllimi i cilit ishte të rregulloj çmimet energjetike, që mos me e leju një kompani zhvatëse si Keci me përfitu në korrez të qytetarëve. Por e vetmi rol që e ka lujt ZRE-ja deri tash është aprovimi kërkesave të Kecit. Kërkoj nga gjithë qytetarët që të bashkohen edhe në protestat e radhës edhe ma shumë, edhe ma fort, që të bëjmë një 3 kërkesa të qarta. Kërkesa e parë, imediate, e menjëhershme, duhet të jetë parandalimi i rritjes abuzive të çmimit nga Keci, sepse qytetarët nuk ja kanë bërë shfitimin Keci. Kërkesa e dytë, menjëherë pas konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, duhet të shkarkohet bordi ZRS, i cili po i shërben Kecit e jo qytetarëve. Dhe kërkesa e tretë, duhet të filloj të hapet debati dhe të filloj procesi i shtetëzimit të Kecit. Keci duhet të takoj popullit.